Dita e drejtave duhet jetë ditë feste, edhe besoj që kjo ditë duhet jetë e tillë, pas një fushate të qetë dhe përgjithsisht konstruktive, që realisht u përmbyll në mënyrën më të mirë dhe më të bukur me fitoren e jashtëzakonshme të Shqipërisë brenda në futboll. Sot jemi këtu për të ofruar të drejtën tonë demokratike, të cilën duhet ta bëjnë të gjithë qytetarët pa dallim deri në fund të ditës kur mbyllen të gjitha vendvoturat, sepse sot ne bashkërisht si qytetarë përcaktojmë 4 vjet që në ardhshëm drejtimin e qytetit dhe të komunës sonë. Uroj që gjithçka të shkojë mbare mirë sot dhe që përfundimi të jetë i mirë për të gjithë qytetarët e këtij qyteti. Faleminderit shumë. Pse u vonove kaq shumë për në vendin Unë mendoj që keni patur mjaftueshëm kohë gjatë gjithë fushatës për çështje të tilla. Sot duhet jemi korrekt ndaj njëri tjetrit sepse jemi në ditë të zgjedhjeve. Duhet jemi sa më pozitiv dhe të inkurajojmë gjithë qytetarët të vinë në vendvotime, ta ushtrojmë të drejtën e tyre për të zgjedhur dhe ta kemi një përfundim sa më të mirë të procesit të zgjedhjes. Kjo është pyetje gjithë kolegëve gazetarë, sepse po të ngjanë, nuk e dinim saktë sa çfarë do me vendvotimin. Unë ju falenderoj gjithëve që jeni gjithmonë aty ku duhet jeni për të informuar qytetarët mbi zhvillimet dhe që përcjellni sot procesin e zgjedhjes. Sepse ky është standard demokratik dhe këtë standard e arrim para së gjithashtu kur kemi mbulesë mediale të gjithë. Ju uroj ditë mbarë dhe juve. Faleminderit shumë që jeni këtu.